Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është konzuli i përgjithshëm i Republikës së Kosovës këtu në Toronto, zotri Kadri Dakaj. Zotri Dakaj, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Gjemi, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na keni dhënë, po ashtu suksese për këtë projekt shumë transition që keni filluar këtu në Kanada. Faleminderit shumë. Kem shumë për me folë. Unë do të filloj me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kur ka qenë angazhimi aty i parë? Si filloi rrugtimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme? Në diplomaci? Po, fillimi normalisht kisha dalë vetëm pak para fillimit me shpjegu në vitin 2006-2008 unë ka qenë në studime në Gjermani, studimet postdiplomike në magistraturë për drejtën europiane. Dhe në atë kohë në 2008 Kosova përfundimisht të shpall pavarësinë e saj, e cila ishte vetëm një ngjarje jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, por sidomos për ne shqiptarët të Kosovës luajti një rol shumë të madh, edhe sidomos për rinin atë kohë, e cila ishte onë kanë botës, po ashtu edhe ata brenda, dhe u hapën mundësitë si shtet i ri, u krijuan institucionet e reja, dhe njëra ndër to degë që në atë kohë ka funksionuar me një staf limituar ishte Ministria e Punëve të Jashtme, e cila mas shpalljes pavarësisë emërohet ose zhvendoset quhet si Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës pastaj, sepse marrët ka qenë vetëm një zyre për funksionim për marrëdhënie me jashtë në kuadër të zyrës kryeministrit. Kështu që me shpalljen pavarësisë krijohet kjo mundësi dhe Ministria e Jashtme në një moment i hap 5 misionet e para, 10 ambasadat e para në fakt, në 5 kryeqytetet kryesore të botës dhe 5 që vinin me tutje hapej në vende të ndryshme. Kështu që me hapjen e ambasadave të para u krijua edhe nevoja për stafin e saj diplomatik ose përfaqësitë që të mbulohen punë në përfaqësitë e jashtme. Dhe më kujtohet unë përsa pa ta përfundu magistraturën atë kohë në Gjermani, dhe u kriju kjo mundësi, aplikum nga jashtë, normalisht ishte nevoja që të merren sa më shumë staf që një gjuhë të huaja dhe që ishin të trajnuar ose të shkolluar si brenda po ashtu jashtë Kosovës. Patëm fatin edhe privilegjin ta quajmë ashtu, edhe historik, po edhe personal që të jem pjesë e këtyre institucioneve të reja. Ne kemi aplikuar diku në muajin prill, maj të vitit 2008, në qershor ka janë zhvilluar procedurat për rekrutimin dhe zyrtarisht kemi filluar në muajin shtator me trajnimet e para në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, që kishim me ambasadat të ndryshme që ishin prezente në Kosovë, me misionet të ndryshme që na ndihmuan që ne të përgatitemi si staf i parë diplomatik, gjenerata e parë diplomatë të Kosovës, dhe kështu përfundimisht në nëntor të vitit 2009 vendoset që ne të caktohemi në misione ndryshme. Unë kisha fatin atë kohë që të emërohem si konsul i parë i Republikës Kosovës në Francë, dhe nga aty filloi ajo jeta ta quajmë ashtu në kuadër të diplomacisë të Kosovës, po njëkohësisht edhe privilegji, po edhe sfidat për ne si gjenerata e parë në këtë mesin. Si ka qenë angazhimi në Francë? Si e kujton atë kohë, sfidat e fillimit, se sigurisht nuk Ministria e Punëve të Jashtme, unë mendoj dhe besoj që nuk ka qenë në këtë nivel ku sot, vitin 2009. Natyrisht që atëherë kanë qenë fillimi, ishin personat e parë ose zyrtarët e parë që caktoheshin nëpër ambasada. Ishte kënaqësia, entuziazmi ka qenë shumë i madh, por sfidat kanë qenë të jashtëzakonshme. Kuptohet në ditën e parë të punës, e kam thënë edhe në emisione të tjera, kam shku në ora 8 dhe në 8:15 ashtu kemi fillu takimin me ambasadorin, ndërsa kur kam dalë nga zyra e tij në takimin e parë, në ora ta quajmë ashtu 9 dhe në mëngjes, gjys ora takimi, kafën e punës bashku, na janë caktuar detyrë dhe kur kam dalë nga zyra, sepse ambasadori i Kosovës në atë kohë pa të fillu punën diku një vjet më herët, më herë në shtatorin e 2008, ndërsa ne ishim në nëntorin, dhjetorin e 2009, shpesh në vitin në pastaj, se ne erdhi u kriju, u themelu baza Ministrisë së Punëve të Jashtme, u kriju infrastruktura ligjore që do të përcjell financiare, që do të përcjell natyrisht mirë, po
u kriju edhe kontakte me shtetet mike, sepse para se të hapet një ambasadë, normalisht do të shkëmbejë nota diplomatike, kërkesat për vunjen e marrëdhënieve diplomatike me shtetet e ndryshme. Kishme fatin normalisht shumica shteteve që ne u vendosëm ishin shtete mike që e kanë përka Kosovën edhe që e kishin më të lehtë pastaj veprimin. Franca ishte njëra ndër to natyrisht dhe ambasadori ishte vendos atje me një asistent të tij edhe Ka qenë duket Muhamedin Kullashi. Muhamedin Kullashi, profesor ka qenë në Francë. Po. Dhe në të kohë kur isha unë, ishte vetëm një asistent, ambasadori edhe një kolege jona, që ishte vendosur me emër mas ambasadorit, por që ishte emëruar direkt nga Franca, jo përmes konkursit dhe zhvillimit që është normal. Pastaj kam shkuar si konsul i parë dhe në takimin që thash ajo gjysmore takimit me ambasadorin që t'i ndajmë detyrat dhe të na tregon normalisht punën, unë si kam dalë te dera, më dorëzohet, më kujtohet shumë mirë një bagazh kështu me dosje, me kërkesat të qytetarëve, një listë e madhe me dokumenta dhe telefonin për mi dhe nga ajo gjysore, do të thonë prej orës 9 ka fillu me njëherë puna ime që të merrem me kërkesat e shumta të qytetarëve në atë kohë, edhe me problemet që ata kanë pas, sepse ishtën tani më u shpall pavarësia, u kriju shteti i Kosovës dhe qytetarë të ndryshëm që jetojnë atë kohë në Francë kërkonin dokumentacion. Ne kishme ende problem më furnizu me dokumentacionet Kosovës, sepse u shpall prapë profesor shteti dhe rigjenerimi gjitha dokumentave në emrin e Republikës Kosovës merrte kohë, por qytetarët ishin në presionet ndryshme për shkak dokumentacionit, për shkak të problemeve shëndetësore, e pjesës që me vite të tëra përpara nuk kanë pas dokumentacion, ata andaj ato kërkesat ishin të mëdha shëndet. Falë se u tesha. Shëndet. Kjo pjesë e misionit jemi, kështu që. Edhe? Dhe puna filloi aty, normalisht që fillon sfidat, hapi dytë ishte ta rregullojmë zyren, që të vendosmi normalisht në zyren përkatëse, dhe hapi tretë ishte vumja kontakteve me institucionet franceze në atë kohë. Si ka qenë kështu me radhë. Si ka qenë pozita juaj në atë kohë, në fillimet e para në ambasadën në Paris? Ke qenë si konsul apo? Kam qenë konsul. Konsul. Po. Domthon kur fillon në fillimet e para, se kjo më intereson mu me ditë konsul i përgjithshëm me konsul ministër, se është një është hierarkia, normalisht e gradave, shërbimi diplomatik është njëjtë se shërbimi ushtarak ose policor, ta quajmë normalisht ne nuk jemi në fushën e sigurisë, por janë gradat dhe nivelet, hierarkia është e caktuar në bazë të konventave evropiane që njihen për diplomacinë, për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, kështu që ato konventa edhe ne i respektojmë dhe në bazë të atyre konventave normalisht janë edhe gradat. Kështu që në atë kohë normalisht ishte gjenerata e parë dhe në gjeneratën e parë ne jemi pranuar dikon 40 ose 50 persona, ose di numrin e saktë, kërkoj falje tani, por cilët janë caktuar në pozicione të ndryshme, në grada ndryshme, sepse ishte fillimi. Normalisht tani, nëse një i ri ose e re dëshiron që të bëhet pjesë e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe e stafit diplomatik të Kosovës, ajo do të pranohet përmes konkursit, ajo kuptohet në Ministri të Jashtme, pastaj fillon nga grada më e ulët, që është atashe, pastaj sekretari i dytë, sekretari i tretë, i dytë, i parë, pastaj është grada nëse je në fushën e sistemit konsullor të Kosovës, është konsul, pastaj është konsul i përgjithshëm. Nëse je në sistemin diplomatik, që merret më shumë me pjesën diplomatike, është grada sekretar i parë, pastaj këshilltar, ministër këshilltar, Ministër këshilltar është kur punon je pjesë e ambasadës apo e konsullatës? Këtu tani varësisht prej nevojave Kosova, po dhe shtetet tjera i vendosin ose i lëvizin sepse janë gradat në shërbimin të quajmë ashtu sistemin e diplomatik, po dhe konsullor. Të dyjat janë misione diplomatike dhe konsullore quhet, por sipas nevojës janë gradat paralele, për shembull që bartë. Po unë nëse unë mu pranu, du të me shku me konkuru. Po, do të me konkuru, është një thanje normalisht, është një thanje e bukur, normalisht do të me konkuru. Ose nëse për shembull e kisha kryeministrin, mune kryeministri me caktuar. Nuk besoj që mundet. Jo, po këta politik, si shkon, se këtu më abeti. Atëherë të kjo pjesa e mrimeve janë karrierës edhe politik, si shkon kjo? Këtu kemi të shefat misioneve, pastaj ndohet shefat e misioneve në shumicën e vendeve, ndohen bazë po ashtu dhe konventat e Vjenës për marrëdhënie diplomatike, parashët që si shefat misioneve mundet me qenë të emëruar politik, edhe nga stafi i karrierës. Normalisht shtetet demokratike
e kanë me përqindje që dikon 51% janë pjesë, shefat mision duhet jenë, kur them në rrethona normale, pjesë e sistemit të karrierës për arsye të stabilitetit edhe të përvojës që bartet, ndërsa pjesa tjetër 14% ose varësisht prej nevojave atëherë vendoset të nominuarve politik si udhëhec të misioneve, por jo si staf. Jo staf, normal. Po titullin e merr konzull ose ambasador për shkak. Zakonisht ambasador. Do të më këshiu dikun me mujt. Kadri? Po unë mendoj që ju vetëm e kryni punën ambasadorit. Sa i mirë. Kështu që ambasadorët më të mirë të vendeve tona normalisht është diaspora jonë. Kështu që mos u vë marrë, kjo punë është jo vetë kryni këtë punë. Edhe e kryni me shumë dinjitet dhe me shumë krenari edhe për këtë vërtet falenderoj ty dhe të gjithë shqiptarë këtu, shumicën aty që janë, sidomos ata që janë aktiv në pjesën e promovimit kulturës edhe të traditës tonë. Kjo është puna një ambasadorit e jo një ambasador më të mirë, kështu që mos ke derë të këtë. Mirë, va. Po në Francë sa kohë ke ndajnë atje? Po pastaj kemi lëviz në për misioni parë për mua ka qenë në vitin 2009, që si fundin e 2009-s, dhjetorin e 2009-s, si thash, deri në vitin 2013, korrekt 2013-s, pastaj bëhej rotacioni i parë i diplomatëve të Kosovës, me një forme që e kryen 4 vitet në mision, edhe vendosën që pastaj të më transferojnë nga misioni në Paris në konsulatën tonë në Stuttgart. Kështu që kam lëviz pej Parisit në Stuttgart, po eksperienca në Paris ka qenë veçantë normalisht sepse është një ndër kryeqytetet më të fuqishme në botë dhe influenca e diplomacisë, prezenca e diplomacisë në Paris është e veçantë nga të gjitha vendet e botës. Edhe përveç asaj, ai French baguette është shumë fantastik aty ushqimit. Po, Franca njët për kulturën, për muzikën, ushqimin, sidomos pjesën e saj të gjitha produkteve që ata promovojnë, të verës franceze, të produkteve tjera natyrisht që janë shumë. Kanë qenë shumë kështu, si më thonë, ndihmues rreth se duke ditë ata që është mision i ri diplomatik, kanë qenë kështu mirë kuptu shumë edhe më ndihmues rreth të drejtën Gjemi kam dëgjuar shumë herë fjalë ndryshme sidomos të shqiptarë, sidomos në Kosovë, Shqipërisë, në raport me Francën ose me aleat tonë tjerë. Unë më të them për provojës time nuk ka pas derë që kemi trokit, që s'na shtofru ndihma edhe që s'na i kanë dhënë gjitha mundësit me bashkëpunim. Kanë qenë shumë bashkëpunim. Korrekt, tepër miqësor. Edhe ne po du ta marrë vetëm një rast, me qenë se jemi në një emision tillë shumë miqësor, është në kohën, atë kohë, pas vendosjes tonë, ministri i punës jashtme të Francës ka qenë Bernard Kouchner. Që ka qenë edhe përfaqësues special i misionit punë bashkuar në Kosovë dhe njehte shumë mirë Kosovën, ka qenë një mik shumë i madh i Kosovës dhe si i tillë edhe në Ministrinë e Punës jashtme ai na ka suportuar shumë në raport me vendosjen e gjitha marrëdhënieve, me iniciativa që kemi pasur në Francë, po ashtu edhe në raport me vende të tjera. Kështu që Franca ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe edhe do të më respektu gjithmonë për atë punë që ka bërë. Bukur. Po përvoja në Stuttgart pastaj çka ka pas shumë shqiptar me probleme me dokumentacion, kur kemë folë kështu Makedon që është dashur vazhdimisht që kanë kërkuar edhe dokumentat të reja mbas pavarësisë. Po sigurisht ne u ballafaqum pastaj me ndrimin komplet dokumentacionit të Kosovës, duke kaluar prej asaj që ishte me misionin e UNMIK-ut, pastaj në të Republikës të Kosovës. Po ashtu në ndërkohë ndodhen edhe disa zhvillime që ishin raport të ndërmjetësuar normalisht nga BE-ja, në raport edhe me Serbinë, që u kthyn një pjesë e madhe e regjistrit civil të plashkitur që nga ana tyne të Kosovës. Dhe ajo bëri që ne ta ristrukturojmë edhe më tepër edhe më mirë sistemin e gjendjes civile të Kosovës dhe kështu që u dasht prapë që të ristartohet me sistemin ose të startohet me sistemin elektronik të vendosjes së dhënave
të gjendjes civile për pothuajse 2 milion më tepër shqiptar, kështu që ishte një sfidë e madhe për administratën brenda Kosovës, po ashtu edhe për neve që ishim jashtë. Vetëm se unë mendoj që është punu shumë në drejtim të standardizohen. Lëvizja këtyne ballafaqimi me gjithë këto sfida e sforcoi edhe administratën, normalisht që kemi pas shumë probleme edhe sfida në raport me qytetarë që kanë pas vonesa, por pastaj kjo ngriti administratën e Kosovës me një nivel tjetër. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë që tash kemi një sistem të gjendjes civile profesional shumë shpejt edhe shumë sakt. Unë e di që me pas nevojë me marrë një certifikat lindjes apo një shtetësi është bërë shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Po jo vetëm këtu natyrisht në çdo kënd të botës. Në kënd botës, po. Ku kemi përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Kosovës është shumë e lehtë, është shumë e sigurt dhe shumë e thjeshtë. Është investuar domon edhe nga qeveria për ato programe për gjithçka është punu kështu në mënyrë profesionale kjo. Po, tash është normalisht është bën investim i madh, por është bërë edhe një punë shumë e madhe dhe edhe një sukses është arrit shumë i madh. Kur më kujtohet shumë kemë vujt. Mu veç tu mendova me ty herën e parë ku kemi filluar për shembull me dokumentacion, është shumë interesant. Ne ishim totalisht pa përgatitur, por që qeveria e Kosovës në atë kohë, në vitin 2011 dul me një vendim që nga data më duket një maj ka qenë, fillojmë me dhënë shërbime në misione diplomatike, edhe konsullore të Kosovës. Edhe ne ishme në Paris, edhe ditën e caktuar të hënën që ka qenë mas atij vendimi, kur kemi shkuar te dera e ambasadës, kemi pasur 50 persona të prit. Edhe çfarë themi, ne ishim komplet ende të papragaditur, sistemi nuk ishte ende ato, dhe njerëzit ishin qytetarë, kërkojshin dalë mirë në foto, ne nuk e dishme ende se si shkon procedura, pse baza e studimit normalisht për neve ka qenë, kemi studiu për drejtën europiane komplet tjetër gjë, po pastaj kur kemi fillu punën edhe ne kemi pas ato ëndra tona që diplomacia normalisht i ka ato vetëm përparësitë e veta, reprezentimin, mirë po ka edhe pjesën tjetër që duhesh ulesh konkret që ta përfundosh një punë, kërkesat qytetarëve shumë konkrete, edhe specifika ambasada ose misioneve diplomatike konsullore është sepse ti brenda një misioni siç është në Toronto merresh me të gjitha problemet të qytetarëve ose kërkesat që kanë. Prej përfaqësimit e deri të gjendja ekonomike, e deri të problemet me lindjen ose në spitale, e deri të regjistrimit lindjes, do të thotë je një qeveri, ta quajmë mini qeveri e vogël që merresh me të gjitha problemet. Nuk je në një ministri ta zonë të financave që merret vetëm me problemet financiare. Në misione ke të bësh me të gjitha. Andaj a ditën e parë kur e kemi hap me shërbime ka qenë tepër sfiduese edhe me kohë, pastaj me sistemi nuk ishte ai që është sot. Po, veç tash nuk jem në atë kohë. Tash ka ndru komplet, tash është bo standardizimi gjithçka. Bilion desha me të bëni një pyetje këtu në vazhdimsi të saj për punën e regjistrimit të fëmijëve. Po. Të lindur, fëmijë shqiptar nga Kosova, që kanë lidhje ata këtu në Kanadë. Si bëhet regjistrimi? Unë e di që është shumë i lehtë, por na thuaj që ta ndëgjojnë edhe publiku. Po prej ardhes time këtu tash për me spjegu pak një kontekst më gjatë. Kanada, shumica është shtete demokratike, por dhe Kanada njëra ndër ato jemi me fat që e lejon mundësinë e dy shtetësisë, domethënë, edhe mendoj që e kam thonë në çdo takim, në shumicën e takimeve që kam qenë edhe në për festa, edhe në për shoqata të ndryshme, kam kërku edhe në për institucionet fetare, në fakt kam dërgu kërkesën edhe kemi qenë prezent vetë për me kërku që qytetarët e Kosovës të lindur këto le të vinë të regjistrohen si shtetas të Republikës të Kosovës. Fëmijët e tyre. Fëmijët e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ata munden shumë lehtë të paraqiten në konsullatën e Republikës së Kosovës në Toronto dhe të marrin një takim të thjeshtë ose mund vinë pa takim në disa raste nëse janë dokumentacione në rregull, nëse janë afër, por ne po detyrohemi që të ftojmë me takime për shkak të distancave të mëdha dhe nëse ata nuk e kanë dokumentat në rregull për aplikim, është shumë keq që t'i kthejmë rrapa. Po pa i pas dokumentat në rregull nuk mund aplikon. Kështu që për me tregu shumë thjesht çdo fëmijë që ka prindër që kanë shtetësinë e Kosovës, të paktën njërin nga prindërit, ata mundën deri në moshën 14 vjeçare më regjistru për 5 minuta. Edhe pa kurfar probleme, vetëm që duhet të jenë dy prindërit prezente, të nënshkruhet një deklaratë nga prindi tjetër, që s'është nga Kosova, në këtë rast nëse është shqiptar e Maqedonisë, ose shqiptare e Maqedonisë, ose e Shqipërisë, ose anëve tjera që ose kanadeze, që se ka shtetësinë e Kosovës, po deri në moshën 14 vjeçare, kujdes, është shumë lehtë. Ndërsa nga mosha 14 deri në 18 komplikohet pak sepse duhet edhe një deklaratë e fëmijët. Po prapë është e mundshme
që të bëhen deri në moshën 18 vjeçare. Si ta kalon moshën 18 vjeçare është problem, pastaj se duhet të fillohet procedura për marrjen e shtetësisë të Kosovës. Kjo për gjithë pastaj. Ndërsa për fëmijët e lindur nga 2 shtetas të Kosovës, deri në moshën 18 vjeçare s'ka kurrë problemi, mund të marrin çdo kohë regjistru. Për 5 minuta është punë që ata regjistrohen edhe të njëjtën kohë aplikojnë për letë njoftim dhe pasaport Republikës Kosovës. Dhe mbrana 2 javë ose ta zoma maksimumi për shkak të postës mund me zgjat 1 muaj, por mbrana 1 muaji pajisën me letë njoftim edhe pasaport Republikës Kosovës edhe me shtetësi të Republikës Kosovës. Po, a kanë edhe shtete tjera këtu mas moshës 18 vjeçare, apo ekziston mundësia mundru ligji më po më lehtë për fëmijë që janë më të vjetër se mosha 18 vjeç me marrë. Tani ne jemi ka punojmë, ka qenë një draft ligj, nuk e di tash me siguri themelimi institucionit të reja do ta shtyj përpara këtë çështje, do ta lehtësoj, do ta lehtësoj mënyrën e marrjes së fitimit të shtetësisë ose rifitimit të shtetësisë. Si pjesëtar i diasporës. Edhe kjo do ta lehtësoj, po tani për tani nuk është është shumë e thjeshtë, prapse kur ju thu qytetarëve tonë që duhet nxjerrën këto dokumente, pak ju do këtë dramatik. Atëherë unë kisha thënë kështu, përmes me humb kohë kur shkon Kosovë pushime, se atje bëhet shumë procesi pak më i komplikuar për këto regjistrimin e fëmijëve. Unë i bëj apel të gjithë prindërve shqiptar nga Kosova që kanë fëmijët e tyre të lindur këtu në Kanada, që të regjistrojnë fëmijët e tyre, të kenë shtetësi të Kosovës dhe mundën ta bëjnë përmes konsullatës së Republikës së Kosovës tonë në Toronto. Atëherë, aty drejtum është kjo kamera që drejtum. Unë ju kisha drejtuar dhe më thjesht që i kisha lutur gjithë qytetarët ose prindërit që kanë shtetësi të Kosovës dhe që kanë lindë fëmijë këtu në Kanada dhe që janë në moshën 18 vjeçare, le të vinë sa më shpejt në konsullat në mënyrë që të realizojnë ta marrin shtetësinë e Republikës Kosovës me procedurë shumë thjeshtë, domethënë 5 minuta punë. Këto 2 prindërit, certifikata lindjes kanadeze që është dhe pasaportas ose dokumentet e identifikimit Kosovës për prindrit është fjala. Për sa fëmijë kenë ata, le të vinë lirisht të regjistrojnë. Edhe mos harrojnë që shtetësia e Kosovës nuk është vetëm një dokument. Është një shtetësi të cilën për këtë dokument kemi sakrifikuar shumë gjenerata edhe kemi derë shumë gjak. Andaj çdo shtetas i ri që bëhet i Kosovës është një pasuri shtesë për Kosovën edhe për kombin tonë përgjithësi. Andaj ju lutem e merrni, pastaj e keni më lehtë fëmia juaj të regjistrojnë fëmijët e tyre kështu me radhë. Po këta mundën me ardhë shumë lehtë në konsullatën e përgjithshme të Kosovës në Toronto, le të telefonojnë, le të dërgojnë email. Nëse s'ka përgjigje, le ta ankohen, natyrisht pa kurfar problemi, ne do të mundohemi që të gjitha kërkesat që bëjnë ata të fillon përgjigje, po edhe vërejtja dhe kritikave jemi të hapur përgjigje. Gjithçysh, edhe tjetër ka drejt. Desha me ditë, ju keni faqe në Facebook ku munden me futmi pa kërkesat ç'a duhet. Që me ditë që mos më se pastaj po mungojnë një dokument o probleme. Zakonisht jemi për me evitu këto vërtet kolegët me të cilët natyrisht që edhe i përshëndes dhe i falenderoj për punën, ata po mundohen ta bëjnë punë shumë të mirë mbrana asaj që ti përgjigjen çdo telefonate dhe çdo email që vjen, natyrisht që ka kërkesa ndryshme që as përgjigjes mund mi dhonë në disa raste. Por në shumicën prej tyre ne ja u kthejmë përgjigjet dhe i kërkojmë dokumentacionin përkatëse dhe nëse i kanë këto dokumentet që janë shumë thjeshta, dokumentat Kosovës për prindrit, edhe certifikata lindjes të janë 3 dokument fakt. Domthon letër njoftimi ose pasaporti yhet në këtë rast edhe i bashortës tonë dhe certifikata fëmis. A mo letër njoftimi i Republikës Kosovës. Po. Edhe i bashortës i Republikës ose pasaport. Ose pasaport. Edhe duhet certifikata e lindjes fëmijës që është lindur në Kanada. Kaq. Unë kam dëgjuar një problem të vogël që ata e lypin original ato. Këtu lëshohet vetëm njerë, është një çudi kështu, ma kanë thonë shumë prind. Certifikata e lindjes, këtu në Ontario, s'paku për flas, lëshohet vetëm njerë. Është e çuditshme. Në Kosovë, ata e lypin original dhe doje se marrin kopje. Ndëgjo, kur kam ardhur këtu, me fillimin e punës e kam has këtë kërkesë dhe këtë problematikë ose këtë ankesë, me të thotë drejtën në shumicën e rasteve nuk është e saktë. Më vjen keq, po ajo mundet më të rjek, po mundet më të rjek edhe si duplikat, që s'ka kurfar problemi, por le të jetë në letër origjinale. Neve na vjen edhe duplikat nëse është, po që lëshohet për institucionin. Po se lëshon institucionin. Sepse e lëshojnë.
Elshon Gjeli. Sjakovi. E kemi konfirmu, e kemi konfirmu edhe ka pas raste shumë që kanë shku pastaj e kanë marrë dhe ne kanë sjellë so problem. Por gjithë persona që kanë ardhur në konsulat përgjithshëm të Republikës Kosovës me certifikat origjinale, ne e kemi bërë fotokopjen origjinale, e kemi volus fotokopjen që e kemi dëshmuar që origjinale, ndërsa origjinalin ja kemi kthyer. Që s'ka problem, nuk është ai problem që i ndodh. Ama në Kosovë kom dëgjuar që atje marrin. Po, në Kosovë, sepse ata nuk e njohin problematikën këtu, dhe për çfarë janë misione diplomatike konsullore që e lehtësojnë këtë punë. Andaj shumë e thjeshtë është. Ma mirë këtu se atje. Tani neve na bjen punë normalisht më shumë, po jemi të hapur është më lehtë sepse ne kuptojmë edhe mujmë shumë lehtë me rënë kontakte dhe me institucionet kanadeze nëse është nevoja për me verifikuar ose me dëshmu. E keni më lehtë nga këtu. Natyrisht, po për çfarë janë mision? Ma thjesht me ta. Unë jam shumë i lumtur që e bëm këtë apel, me thënë drejtën, është shumë e rëndësishme edhe në bisedat tona private e kem folë këtë edhe është diçka që ja vlen, që mos të humbin kohë fëmijët ose në pushime kur shkojnë, prindërit, po është edhe diçka duhet me mendu më vonë. Gjithë këta këtu kanë një pasënit pa i lëqme atë, dikush e ka një tokë, dikush e ka një apartament, dikush e ka një shtëpi. Këto duhet të kopcitën këto leta, të rregullohen, mos t'i mendojmë se ne kem vujtur në qysh në kohët e Jugosllavisë, dihet çfarë bo, pastaj tranzicioni, okupimin që të vitet 90, lufta. Duhet njerë për gjithmonë të standardizohemi, të kemë se nesër ai fëmijë don me marrë pasëni takon, nëse s'ka në shtetësi si botë, se du të mi menu këto punë. Se na i kem lënë pak, hajtë se Halla Gjemile ka ato tokat atje. Po Halla Gjemile ka vdek, tash i ka vdek edhe djali Halla Gjemile. Gjemi këtu, për shkak të kaluarës që kemi përjetuar sidomos në Kosovë, është rrjedhin edhe këtu defekte që ne të quajmë ashtu të edukimit në raport me dokumentacione, rregullimin e dokumentacionit përkatës. Normalisht që kjo është hapje më pozitiv, shumë i lehtë dhe i thjeshtë që të vini të rregulloni, domethënë të vinë të rregullojnë dokumentet sa më herët aq më mirë, mos presin momentin e fundit. Një pjesë e madhe vjen aplikon 2 muaj pa i bën 18 vjet, domethënë pse çfarë ju bën mend. Okej, po në rregull është, kuptohet edhe ata i pranojnë. Por sa më herët që të vinë është më mirë. Tani Kosova si shtet demokratik nuk ja kufizon të drejtën për pronën ose diçka nëse është e ligjshme, e deklaruar në emrin e prindit tyre dhe certifikata ekziston, kjo nuk ka problem për momentin, edhe nuk besoj që do të jetë të prona, por në lidhje në raport me ato që thotë, nëse veç dëshiron që të kandidosh për një pozitë caktuar në Kosovë, që të ndihmosh Kosovës ose Shqipërinë në këtë rast, ti do të kesh shtetësinë. Talon pronën, talon pasurinë. Ti nëse ndjen veten shqiptar që vjen nga Kosova ose nga Shqipëria, unë mendoj që hapi parë do të jetë marrja dokumentacionit përkatës. Nuk besoj që ka një dokument që të banë më krenar se sa këto që të kesh. Është një valë kadri e madhe e fëmijëve gjenatës dytash, që po rritet po shkollohen jashtë, që kanë alamet diplomash edhe fakultetesh, që janë të kapë, sidomos në Zvicër, Gjermani, po edhe këtu. Për shembull, ne këtu i kem asociacionin e avokatëve, gjithë janë 3 kur ishe të jetë një ndjesit krenarisë. Absolut. Kjo është edhe kjo aspekti tjetër që na duhet kontribojnë për tanë me ati venit, nuk i dihet, e kuptoj si është situata, ata se s'du më fut edhe në Shqipëri, në Kosovë, po shpesojmë që do bëhet mirë në herë atje, ma mirë se që është, se mos thonë që është kësë o debat shumë i hapun, po si stash edhe për punën e paluqëmerisë, po edhe për punën e emisionit, kontributit. Po, natyrisht. Unë mendoj që janë gjithat mirat nëse rregullohen ajo pjesë. Nuk mendoj që nuk ka asnjë pikë negative nëse i merr shtetësinë e Kosovës ose të Shqipërisë. Këtë rast po flas për të dyja sepse e di që njëjtë mendojnë edhe kolegë nga ambasada e Shqipërisë që ashtu po në gjitha vendet. Ne kemi bë apel, ne bëjmë vazhdimisht apel. Na kishme edhe rastin tash me zgjedhjet e fundit, cilat shumë qytetarë s'kan mujtë mashtru funksionin e tyre, të drejtën e tyre për votim, sepse s'kan qenë të regjistruar, s'kan pas shtetësinë e Kosovës. Ose se kanë lek njoftimin. Ose se kanë një dokument. Një dokument. Ajo nxjerrët shumë lehtë, unë nuk mendoj që duhet me lënë për, domethënë, ta quajmë ashtu kushtimisht faktori që s'ka kohë, mendoj që është një arsyetim i pa rëndësishëm, ose i pa vlerë me të drejtën. Nuk ka bash i pa vlerë, se na jena në zonë, që po mundon aty arsi jo, edhe një gjatë, sepse edhe
po flas sidomos me shumë kompetencë për shtetin e Kosovës, ka ofruar mundësinë edhe ne si mision dhe konsullor këtu ju kemi thënë shoqata, sidomos atyne që janë larg edhe prapë ju drejtohem larg Ontarios, që të organizohen në grupe shqiptar të Kosovës, po flas, që të bëjnë 10, 15, 20 persona që kanë nevojë për dokumente të caktuara dhe ne kemi mundësi me lëviz aparaturën tonë dhe më shko afër tyne. Apo duhet të organizohen ata. Po, tash nuk mund ne për një njeri që ta lëvizim komplet. Është e pamundshme dhe është e pa drejt për tjerë, kuptohet. Po. Por nëse shoqata e caktuar të azam nga Halifaxi në Vancouver, pjesë tjerë organizohen dhe shqiptarët e Kosovës kërkojnë ta kenë shërbim caktuar në një ditë caktuar, në një muaj, nuk po tham në çdo muaj, po të paktën një herë në 3 muaj ose në 6 muaj të lëvizim dhe të marrim atje që s'ka nevojë marr. Andaj ne jemi ndjekmi që edhe këtë strategji që të jemi më afër qytetarit. Qoftë me informacione, qoftë edhe me nevojë, po, natyrisht, qoftë edhe me nevojë direkte për më ndihmu, po në qoftë edhe për diskutime tjera që ata kanë nevojë, normalisht që do të jemi afër. Mirë, Kadri, du mu këthy të universiteti, se kjo temë është temë e mirë që e folëm dhe i tash, po kam interes universitetin e Prishtinës. Kur ke fillu? Çka s'ke studiu? Në fakt, po, unë kam studiu në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës në vitin 2000-2004 me njerë mas lufte që fillon gjenerata partë në 99-ën ishte një pjesë, mirë po gjenerata partë që fillon në mënyrë të duhur edhe... Po bre, po, është e vërtet, jemi me fat, po. Qëre, Kadri, unë kom kry, unë pak ma i vjetër se të jam. I kom do mu i pak ma shumë, s'dom vjetër që gjdo student, sidomos në shkollë të mesme në vitë parë, mas luftës, ose në fakultet vitë parë që ka fillu, sa do që ka qenë situata, ende nuk jonë konsolidu si duhet fakulteti këto, a e ndjesia e liris. Ato më vjen kështu, më vjen me qajt në që se kom përjetu, se më kom qenë këtu. Natyrisht. Se unë kam qenë student vitin 94-98, kom diplomu dhe jo marrë. Ma thuj atë ko, si u kone e ndjena e gzim, se ka qenë një farë gzimi kolektiv kështu, i gjithë studenta. Po, thash me njerë çlirimi i Kosovës normalisht është diçka jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, normalisht që kjo edhe një energji të pa parë në herë në të gjitha fushat, në rindërtim, në shkollim, në kërkesën për punë, në të gjitha investimet që janë bërë pastaj në Kosovë. Po te kjo ndjenja për të pranuar në radhë parë në Universitet Prishtinës, unë tham drejtën veç në Fakultetin Juridik në atë kohë, kanë apliku dikon për shtacion, dikon 2000 kandidat vetëm me një degë. Ka pas aq shumë nevojë ose kërkesa për të pranuar në universitet në gjitha fushat e studimeve e pa para shumë. Sot për shkakun nuk është një gjë e tillë. Po ajo e ka rritë edhe pasaj konkurencën, sepse ishte në vendet e limitume dhe u dashkë që shumë punë me më rrinë deri aty. Normalisht ndjenja ka qenë e zakonshme, ne ishme të lirë dhe kërkojshme, por kërkesa ka qenë shumë e madhe, pritjet kanë qenë shumë të mëdha, entuziazmi ishte shumë i madh i gjeneratës tonë, që secili do të arrijë, do të bëjnë diçka, do të mërrin dikon. Po vërtet the mirë gjemi që kemi qenë me fat, fort me fat. Ka qenë edhe presidenti Osmani në atë studente? Po tash tani kanë nis po presidentja e tanishme në atë kohë ka qenë gjenerat mas meje, do të thotë ka filluar studimet e MSOD në vitin 2004 dhe 2004. Por në gjenerata vitit 2000 që kemi filluar ne, ka qenë gjenerata fundit me sistemin e vjetër ta quajmë të shkollimit. Pastaj kemi filluar me reformën në sistemin e Bolonjës, që quhet edhe njëra ndër universitetet e para në Evropë ka qenë Kosova, Universiteti i Prishtinës që ka filluar me atë reformë. Pastaj kemi pas ato sfidat normalisht deri u stabilizu programi edhe një përshtat rrethona të reja. Tash është në sistem Bolonjës. Po, tash 3+2 apo si shkon? 3+2. Ne kemi qenë, do të thotë gjenerata fundit, kemi përfundu me 4 vjeçar që ke dalë si jurist i diplomum mas vitit 4. Atash duhet më konë bachelor? Tani është master, pastaj do të thonë konsiderohet si jurist. Po, që i bjen 3+2 5. Po, 5. Është pak ma e komplikuar. Jo, është ma e lehtë, njerëzit normalisht e shtyn, po, normalisht mendoj i ka dhënë mundësi pastaj të rive dhe me ecë dhe me hapa më të shpejt, sepse e orienton komplet ndegën e caktuar që ai do të studiu dhe ka shumë ma lehtë. Kadri, mendimi im kuptohet. Lutem gjithsesi. Viti 2000.
Unë do e hap një temë të luftës, do shkoj pak më mbrapa. Zona Ti ja ke nis tash, po, se po mblidhet nga tema Okej, temë. natyrisht. Edhe në zona Prengavie, që është mes Klinës, afër Kievës, aty zona ku është Drenica, Malisheva, është një farë trekançi. Është një zonë që ka pas shumë luftime edhe në atë kohë aty, edhe e di që shumë antarë të familjes tonë dhe ka qenë edhe pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ke qenë djalë i ri në atë kohë. Na jep pak atë ndjesi të luftës, se si ka qenë atë kohë. Por gjemi s'ka luftë mirë, askund botë. Po. Ajo ndjenja e qenurit me sfidë për ekzistencën, ai sot deri në mbrëmje gjallë apo si e dhe nesër është një ndjenje e zakonshme që s'ja kisha dashur askuj. Normalisht si i ri që kam qenë në atë kohë edhe nga zona cila vim ka qenë e ballafaqume para luftës. Unë mendoj personalisht e tham në shumë raste që momentin kur i kemi shpall luftën e hapur Serbisë edhe pushtimit të regjimit serb në atë kohë, mendoj që ka qenë një farë lloj çlirimin vetvete për neve, sepse e kemi ditë që nuk kemi raporte kthem prapa dhe kemi shpall luftën dhe e kemi ditë ku është armiku dhe kemi ditë ku jemi ne. Ndërsa shumë herë e tham që për mu shumë më rrezikshme ka qenë situata para luftës, sepse e ballafaquam në çdo moment me ta dhe nuk e jeni përgatitur se çka do të ndodhë, më thonë, ke mujt me me mirë kuptim, ose ke mujt me... Nga viti 89 ka qenë bllokume, gjithçka. Por e bllokume gjithçka, por pastaj lëvizjet e policisë serbe dhe të paramilitarëve kanë qenë paparashikuara. Ndërsa në momentin e shpalljes luftës, që nga rënia heroike e familjes Jashari tutje, ne e kemi shpallë dhe e kemi ditë ku jemi. Do të thonë, ne kemi ditë që më të mira prej tyne, ose në shtymbje tyne s'ka, ose gjallë, ose vdek. Ose diri, s'ka. Edhe kjo e ngriti entuziazmin normalisht të shqiptarët dhe mendoj që këtë sakrificë që ka bërë populli i Kosovës edhe populli shqiptar në përgjithësi për këtë liri është e jashtëzakonshme. Edhe suksesin pastaj që kemi arrit është pashtu i jashtëzakonshëm, edhe unë fal gjakut të dhënë të shumë dëshmorëve, të martirëve gjatë luftës, por edhe shumë brezave shumë brezave para lufte e ka sjell që Kosova ta gëzoi lirinë në radhë parë, pastaj edhe pavarësinë. Që ku jemi sot, unë e të lirë. Ajo që është zona që ka përjetuar shumë granatime, shumë luftë, ndjegje totale e fshatrave për rreth, sidomos e fshatit tonë Cerovik, nga fshati i cili Cerovik, ha. Dhe aty normalisht që kemi pas shumë të vramë, edhe pjesë të familjes që unë kam vllaun, edhe 4 djemë të mingjes që janë vrarë luftë. Njëri ndër ta ka qenë komandant Kurbi, i cili ka qenë një ndër komandantët më të fuqishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe vllajem normalisht që ka qenë i burgosur politik para lufte në burgjet ushtarake serbe në atë kohë, për shkak të se gjatë shërbimit ushtarak këtij kam bajt një libër ose një tekst ose ka po muzikë shqipe ta quajmë ashtu, dhe ka qenë i dënuar për shkak të historisë e tij ta quajmë ashtu nacionaliste. Dhe ai në atë kohë në burgun në Vukovar, në Sarajevo, në burgun ushtarak, kam mbajt në vitin 89 2 vite e gjysmë burg, dhe pastaj ka qenë i liruar me kusht, por fati i tij ishte që gjatë luftës normalisht bie në prit të forcave serbe dhe bashkë me shumë tjerë vritet në të e kalu një pjesë të rrugës aty që është të kalohet për në malet e Berishës që është një pjesë, dhe fatkeqësisht aty vritet me shumë tjerë. Ka ra dëshmorët. Po, natyrisht aty e dëshmor për e mira e asaj ose gjithë asaj puna që na kalon një vajzë, e cila është Alinda, që kemi shumë veçantë, e cila tash jeton në Zvicër, por është normalisht pjesë e familjes tonë, dhe që sa herë shumë ato në fakt shumë i lirinë e Kosovës, edhe që e kujtojmë vllaun, po dhe gjithë ata që janë vranë. Por rasti tjetër i ranë është që 3 djemë të migjes, ta shujmë ashtu kusherit parë, por kemi qenë me një mur në mjetë, që kanë qenë edhe mosanik të mjetë, me njerën kanë qenë 8 vjetë në klasë, vriten po ashtu me njëjtën prit.
2-3 javë përpara vllajt dhe kështu që ajo pjesë ka pagu shumë shtrenjtë lirin, normalisht që nuk është e lehtë edhe kjo sot edhe gjatë punës time, sidomos mas lirimit e deri me tani më ka përcjell ajo ndjenjë që do të punojmë shumë, që ta respektojmë gjakun e tyne, po edhe ta promovojmë sa më shumë Kosovën edhe shqiptarët kudo që janë. Lirin, e vllau e mëse ka pas vllau? Haki Dakaj. Haki Dakaj. Sa vjeçar ka qenë? 34 në të kohë. Moshën më të mirë. Lavdi gjithve. Gjithë atyre që ka ndonë jetën, edhe që ne sot e gëzojmë lirin, po ne duhet punojmë më shumë për ta. Normalisht që ajo pjesë neve na obligon edhe më shumë, edhe mua më ka përcjell vazhdimisht kjo ajo ndjenjë, sepse njerëzit e kanë ndonë jetën, normalisht edhe për para në burgje ndryshme, në sakrifica ndryshme, edhe sidomos burgosën. Shumë burgosën nga pas. Po Kosova ka qenë burgu më i madh politik në botë. Po. Kështu që janë rastet Kosova është e jashtëzakonshme, që historia e saj është rast e jashtëzakonshme. Andaj sot normalisht që si shtet i ri ballafaqohemi shumë sfida, por kur e shef nga prapa, shoh normalisht Ministria e Punës Jashtme po dhe shtetin e Kosovës ka rrit një zhvillim të jashtëzakonshëm, kështu që vërtet krijim shumë krenar me atë punë. Po ku jem kore, ku jem. Por thash edhe një herë që gjaku i dëshmorëve, i martirëve, i nanëve, i motrave, i gjitha vllazëve tonë na obligon sot që të jem atë sa mundim, atë sa dim në krye të edhe më të mirën të mundsh. Sigurisht. Po ke qenë dikun 16 vjeçar në atë kohë, gjatë luftës. 17 vjeç. Edhe në ato zona ka qenë shumë probleme me dalë me kryen e porosi, ma ke thonë një rast se si të ka shpëtu dhe Zoti ty, ka qenë rrethum me gjitha ne që ke kalu. Normalisht që ka qenë luftë, Gjemi, lufta është e pa parashikume, normalisht që zona jonë ka qenë një ndër më të fokusumet, përpos tash pjesës që bashkangjitë e zonës Drenicës, normalisht që edhe ka qenë egërsia e armikut në drejtim të asoj zone ka qenë e pamshirshme kuptohet. Por jemi ballafaqur me gjitha ato skena, me gjitha ato vujtje, normalisht që s'kan qenë të lehta, por që sot ose nganjëherë kur mbije ndërmend ose tentoj mi tregu fëmijëve të mi, më duket si një film i cili s'kisha dashur më përsërit normalisht, por që kemi kalu, po që s'do të na harru asnjëherë. Mirë, Kadri, do kaloj te një tema tjetër, misioni diplomatik këtu në Toronto. Kur dhe si, sa kohë e di, po për publikun, që sa kohë je këtu konsul në Toronto? Po, është tash nga një shkurti këtij viti, më mban 3 vite që jam pjesë e këtij misionit. Normalisht ka qenë sfidë shumë e madhe pranimi i pozitës ose jo, që të vim në këtë pjesë kaq të largët të botës nga Kosova. Po njëkohësisht edhe të bukur normalisht që Kanada është një ndër vendet më të mira, por nuk është e lehtë sepse diplomacia edhe normalisht shteti i Kosovës përpos avantazh normalisht që ka sfida, normalisht që të sfidon edhe në raport personal, familjar, në të arriturat. Tash ne nuk jemi sukur në vitin 2009, unë kam bashkëshorten edhe 4 fëmijë dhe dua ta shfrytëzoj rastin normalisht që ti përshëndes shumë sepse njëra ndër sfidat ose vështirësitë që aty ne kam kriju ka qenë pikërisht mbajtja e punës në misione diplomatike të Kosovës, jo për arsye tjera, por lëvizjet me një pjesë të botës në shtet tjetër nuk janë të lehta për familje, për asnjë familje të diplomatëve, kështu që është një ndër sfidat më të mëdha dhe shumë vështirë që ti organizosh planet e tua si diplomat ose të karrierës tonë me familjen, sepse tash unë kam vajzën që është në studime në Strasburg, fëmijët tjerë janë për aktivitete shkollore në Francë dhe nuk ishte e pamundshme që të lëvizëm me familjen këtu. Kështu që njëra ndër sfidat e mia më të mëdha nga nisja e misionit këtu ka qenë që familjen kryesisht janë pas larg, por që jemi më duke pas kohë që të vinë edhe ose të shkojnë. Edhe e ndi që sidomos bashkëshortës time kam shumë borx në këtë pikë. Shpresoj që ta fola. Nuk e di. Nuk e di, besoj, por
ndoshta kërkim falje më të madhe do t'ja kisha bë fëmijëve, për arsye që ata për momentin ende nuk e kuptojnë, ose pjesë tash vajza normalisht e kupton se është më arritur, për djali është 15 vjet, vajza tjetër 13. Edhe kemi një vajzë vogël që është tani më 3 vjeç, ajo nuk e kupton pse jam larg, shpeshherë që flasme, por e di që bashkëshortja normalisht nebi e kupton këtë punë dhe normalisht kemi bërë me marrëveshje dhe me mirëkuptim për arsye se sfida është shumë e madhe për to, po dhe një ko për mua. Por nga sfidat që kanë bërë të parë tonë, edhe tjerët mendoj që duhet mundohemi maksimum që ta dhëm kontributin tonë deri në atë pikë sa të mundemi për Kosovën edhe vendin tonë. Andaj fillimi këtu ka qenë se e dola pak ndoshta nga tema në vitin 2023. Ishte bukur vendim i vështirë, unë ka marrë në atë kohë dhe më kujtohet fluturimi i parë ishte dikon minus 20 gradë kur zbrita në Toronto dhe thash se nuk e di as ku erdha as pse erdha. Misioni është mision edhe normalisht kemi respektu vendimin e ministrisë, normalisht kuptohet punëve të jashtme dhe të presidentes dekretin për ardhje këtu dhe kontributin me dhënë në këtë mision. Tash pyetja e radhës. Këtu ka drejtë pak me eksplodu. Hajde tash do më na këto. Okej. Jo, du me ditë se qysh e ke gjetë komunitetin shqiptar. Edhe çfarë është mendimi jot për komunitetin tonë? Puna me komunitetin e kam në e kam ndjej nga afër sepse jena ballafaqu me kërkesat dhe me vutjet e komunitetit qysh prej studimet mia postdiplomike në Gjermani në 2006 kam filluar më marr me ta me punu me komunitetin vet, kam qenë pjesë e diasporës si student i ri në atë kohë dhe e di çka vujnë, e di çka jekin. I kuptoj shumë mirë, por edhe nga gjenezat a quajmë ashtu edhe familjare që shka e mundu, e kam këtë kulturë që ose traditë që të ofrona me ta dhe të shoh çka muj me kontribu. Tani më u kriju një provojë edhe në Francë dhe në Gjermani dhe në për Evropë në diasporën, por diaspora shqiptare në Kanadë është edhe më veçantë, është shumë specifike. Ajo që kam pa në fillim, unë në 6 muajt e parë të punës time vetëm i kam analizuar, normalisht kam marrë takimet me gjitha shoqatat, me gjitha përfaqësitë fetare edhe kulturore, me personalitete ndryshme nga diaspora dhe i kam kuptuar kërkesat, mendoj edhe normalisht drejtjet edhe pritjet që ata kanë. Dhe jam mundu me punu me ta në maksimum. Një pjesë të madhe të kohës time ja kum përqendru diasporës, komunitetit tonë dhe besoj që nëse shikojmë rapa 3 vite kemi arritë shumë punë mira me bë me ta. Por kam respekt veçantë edhe janë një ndër pasuritë që Kosova dhe shqiptarët kanë jashtë. Se edhe nga Shqipëria është një numër shumë i madh i vëllezërve motrave tonë këtu që pritet se shpejti të hapet edhe një konsulat këtu, kështu na ka komplu. Po, tani gjejmë me bën ndërhyrje këtu atë pjesën e dokumentacionit që fola për Kosovën, për diasporën tonë në Kushtetutën e Republikës Kosovës, po dhe të Shqipërisë. Diaspora shqiptare është një unike e pandashme edhe është e gjitha trojeve që i thojnë vetes shqiptar. Kështu që pjesa e punës tonë për dokumentacionin, aplikimin për pasaport, në ndonë vetëm që kjo me shqiptar të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e çdo aktiviteti, ne kemi trajtim të barabartë për gjithë shqiptarët që vinë, edhe sidomos për vëllezërit tonë nga Shqipëria që janë këtu dhe unë kam shumicën e punëve në kontakte me ta, sepse është një komunitet shqiptar shumë i rëndësishëm edhe shumë aktiv. Ndërsa, me që dolim të kjo pikë, do ta shfrytëzoj rastin që unë kam kërku dhe kërkoj ende edhe vazhdimisht apel bajt të shqiptarët që vinë nga truje tjera jashtë Shqipërisë dhe Kosovës që na bashkohen sa më shumë, që dhe ata e kanë shtëpinë e tyre brenda konsulatës së përgjithshme të Kosovës edhe institucioneve dhe të Shqipërisë dhe Kosovës që janë në Kanada. Shqiptar nga Malizi, shqiptar nga Serbia jugore. Sigurisht. Që kanë pasaport. Po, ata e ndjejnë veten. Shqiptar nga Maqedonia Veriore. Le të ofrohen, le të bashkohen projekteve tona, normalisht jemi të hapur për gjithë. Dhe thash diasporën tonë e konsiderojmë një edhe jem një. Me thonë drejtën ashtu jem. Që merr vinin kur klasim na nuk e menojnë jo shqip. Mund të ndru dialektin ndoshta ka. Dialektin po dallojmë normalisht. Mbrana Kosovës dallon Shkupi, për shembull Gjakova me Prizren. Absolut. Shumë normal. Ose Shkodra me Kënëbac, me Durrësin. Patjetër, absolut jemi. Me Vlorë, jo Vlorën shumë larg. Dhe
e përkrahmi dhe kemi përkrah çdo projekt që kemi pas mundësi ta përkrahmi të gjithëve pa dallim se nga cila zonë ose cili qytet shqiptar vi. Absolut. Bukur shumë. Po misioni i konsulatës, na flet për projektet cilat jeni duke punu si konsulat. Tani, gjemi e kam thonë normalisht në misione tjera, mos në biseda që kemi bo dhe me ju, po dhe me gjithë qytetarët, me ata që kemi takuar. Po. Konsulata ose puna e çdo misionet konsullor shtrihet në 4 fusha, që është e para mirëmbajtja, krijimi i hapësirave, kontakteve me institucionet, për shembull ne si Konsullati i Përgjithshëm të Kosovës, ne kemi obligim edhe ligjor, edhe natyrisht diplomatik e moral që të kemi të mirëmbajmë kontakte sa më të rregullta, sa më miqësore edhe të zhvillojmë ato sa më shumë që mundemi me institucionet provinciale të Ontarios, duke filluar nga kryeministri e gjitha institucionet deri të nivelet lokale. Pastaj puna dytë është mirëmbajtja dhe krijimi i kontakteve me misionet tjera diplomatike që janë të përfaqësuara ose të akredituara në Toronto dhe në Kanada, kuptohet për kolegët tonë. Pika tjetër është ofrimi shërbime konsullore që ne ofrojmë çdo ditë, është punë ditore që i bëjmë, dhe pika e katërt është kjo pjesa e komunikimit me diasporën tonë, mirëmbajtjes, promovimit gjuhës, kulturës, e zhvillimit sa më shumë të gjuhës shqipe nëse mundemi ta shtyjmë, po ashtu edhe bashkëpunimit për projekte të rëndësishme të diasporës. Kështu që ne merremi një kohë të rëndësishme normalisht me komunitetin, por mos harrojmë që punë ditore e çdo diplomatit të Kosovës këtu edhe gjithkohë është që të merret me institucionet vendore, që në këtë rast ne kemi për obligim provincën e Ontarios, që është një ndër provincat më dinamike dhe më e madhe pak a shumë në Kanada. Po, duket ka thonë jeni duke punu për punën këtëne, si më thonë, për makinat, për patent shofer. Po. Ne kemi disa nisma normalisht që njëra ndër to jemi në finalizim e sipër të marrëveshjes mes Ontarios dhe Kosovës për njohjen direkte të patent shoferëve. Do të thotë një qytetar nga Kosova nëse vjen dhe vendoset në Ontario do ta ketë mundësinë që ta përkthej në patent shofer të rregullt të Ontarios, pa procedura, pa pas nevojë që të hyjnë teste, përpos të prezantimit të dokumentacionit të rregullt të Kosovës. Po ashtu një kanadez nëse shkon në Kosovë ose qytetar i Kosovës që ka pasaport jo në këtë rast, por që ka patent shofer të Ontarios mundet që ta përkthej atë në patent shofer të Kosovës pa procedura. Kjo besoj që do ndodhë shumë shpejt. Ne kemi kriju dhe grupet punuese mes Kosovës edhe Ontarios dhe kemi finalizuar pothuajse komplet draftin, po presmi vetëm tash themelimin e institucioneve të reja dhe vazhdimin me procesimin me nënshkrim të kësaj marrëveshje që është prit që disa kohë, por besoj që do të finalizohet shumë shpejt. Besoj që këtë vit ka mundësi të finalizohet? Shumë, po. Pjesën e parë të vitit, po. Po, duhet edhe pjesa nga Kosova që konsolidohet qeveria e re. Natyrisht. Se këto janë procedura të cilat duhet edhe ta aprovojnë. Natyrisht. Normalisht draftet edhe diskutimet edhe janë ekipet punuese që s'ka nevojë për fatsus ta quajmë ashtu politik, vendosë qeverisë, mirë po finalizimin në nënshkrimin do të jenë ministrat ose kryeministri ose ministrat përkatës që merren me çështjen e patent shoferëve, në këtë rast ose ministri i jashtëm në punën e brendshëm ose delegimi kompetencave të përfaqësues këtu që ta nënshkruajnë marrëveshjen e tillë. Por e mira është Ontario vetëm e ka pranuar këtë pjesë, kanë punuar shumë pozitivisht në këtë drejtim dhe ne jemi në finalizim e sipër kësaj. Po ashtu kem projekti tjetër është me udhën ekonomike, kemi edhe në fushën e ekonomisë me ministritë përkatëse të ekonomisë. Këto disa iniciativa që jemi të diskutuar në raport që diskutuam më herët me minierat e mineralit në Kosovë, do të ketë bashkëpunime të rregullta. Ne kemi pa që Kanada në përgjithësi është shumë miqësore me Kosovën dhe jemi të hapur që të shtyjmë iniciativat që vinë nga dy palë, do të thotë në këtë rast nga Kosova ose nga pala kanadeze në drejtim të Kosovës. Unë besoj që edhe shpresoj, me të thonë drejtën, për punën e investimeve strategjike që me sa e di unë se nuk jam investitor,
Po, Do shta bosh. Po shpresoj, varet, ta bat sa do bomi na herë. Unë e di që në Toronto në stock market, që është në Toronto Exchange, ka shumë kompani startupe që mirën me minera. Edhe unë besoj që Kosova ka nevojë edhe për ekspertizën e kompanive kanadese, që sepse ndëgjova tash që po flitet që të bëhet skanimi gjithë në tokës në Kosovë që të mirët vesh që sa ka pasuri me vërtetë çka ka pasuri. Besoj që kompanitë kanadeze mund me dhënë një kontribut vetë në drejtim që të bëhen këtë lidhjet edhe uroj që sa ma shumë investimet huaja të mira, të dyanshme që përfitimi të jetë i dyanshëm. Të është mirë për shtetin tonë atje edhe i uroj sukses në këtë drejtim. Po ka drejt, du të pys për stafin aty, du të di sa antari ka konsulata dhe kush janë, se du të përshëndesim, sa ta po punojnë. Natyrisht, tani jemi 4 antar, jemi 2 të shumë përfaqësues diplomatik, është Sedat Borniku që është si konsul, edhe unë, edhe pastaj kemi edhe 2 asistente ekzekutive që vinë prej diasporës shqiptare këtu, normalisht kuptohet, Alma Stafa dhe Fitore Gashi, cilat e bëjnë një punë fantastike dhe që tashmë kemi kriju dhe hapësira të reja brenda konsullatës, që jemi zgjeru pak dhe kemi kriju mundësi shumë. Kemi bëni zyre shumë më të mirë tash. Po, më të mirë, kjo është dëshmi që po rritemi, po zhvillohemi, ndoshta me hapa të vogël, por të sigurt. Po, sepse unë ju përgëzoj për këto zyre të reja, një hapësinë e cila në qysh në tekst para se ta mene keni menduar që të keni një hapësin që të vinë komuniteti. Çdo i vend i vogël që mbahet ketë hapësinë dhe mundësi, edhe unë besoj që ja keni dalë aty, edhe nuk keni ikla, ndërtesën e njëjtë. Ndërtesa njëjtë, kati njëjtë, normalisht veç në zgjeru zyret, por nevoja ishte e madhe që të kemi një hapësirë më të madhe për pritje, sidomos të rinisë shqiptare, të studentëve, të bizneseve, të artistëve, e tjerë, ndoshta nuk është ajo që do të doj, por kjo është një pjesë tranzitore, ta quajmë, edhe normalisht do të jemi edhe më mirë kur pas disa viteve të stabilizohemi dhe Kosova e Zoti dashje dhe Shqipëria dhe ta blejmë bashkarisht në vend ku do ishte misionet tona këtu, natyrisht. Që të kenë ndërtesën e vet, që të kenë një sallë për bashkët. Po besoj që kjo do ndodhë shumë shpejt. Se nga momenti që një dalë, ne kemi qenë në hapjen së lejme, ne majtë shumë aktivitete aty. Natyrisht, po. Tash do mbahet një aktivitet i radhës për muajin shkurt, që ishte... Do të bëhen disa aktivitete. Disa. Po s'pedi ati bëjmë publike tani, po. Na në dorën 4 bre. Ja, tjeni. Po ajo është hapësira, në fakt ne e përdormi si vend pune, por natyrisht është hapësira e komunitetit tonë. Kështu që janë të lirë dhe i ftoj gjithë ato shoqata, intelektual, shkrimtar, poet, artist, student që të vinë ta shfrytëzojnë normalisht me diskutimet që me ne, por që është hapësirë e tyre. Se muaj shkurt do jetë pak i ngarkum puna e pavarësisë së natyrisht, ne kemi 2 muajt e shqiptarëve që janë nëntori, kuptohet edhe shkurti janë më dinamikë dhe do të kemi nësër projektesh, nësër aktivitetesh. Ne si institucione që në fakt e kemi obligim, po mu çka unë du mi falënderu edhe du me shfrytëzu rastin përmes këtij emisioni të ju të falenderoj gjithë ata shqiptarë në Kanada, shoqata, aktivist, donator, sponsor, gjithë ata 3 të reja që angazhohen, çdo vit e të festojnë nëntorin si muajin shqiptar, edhe po ashtu shkurtin, 17 shkurtin si muajin e pavarësisë të Kosovës. Edhe vërtet këta janë njerëz të duhur, ose janë ata ambasador që thash edhe më të mirë të vendit tonë, sepse se kanë harruar asnjëherë, edhe e majnë vazhdimisht. E ndajnë kohën e tyre, e ndajnë buxhetin e tyre, e ndajnë gjithçka të tyre për me festu muajin e shqiptarëve, po edhe muajin e Kosovës. Kështu që faleminderit shumë për ata që marrin që i bëjnë gjithë këto aktivitete. Mirë, Kadri, une edhe i falenderoj edhe stafin e konsullatës, Sedatin, Fitoren edhe Almen, për një punë të mirë që po janë pjesë e juaj aty dhe po punojnë si duhet, edhe gjithë të angazhimet që vi bëni që çdo herë që kam marrë kam kalu mirë. Kështu që unë nuk dyshoj fare që do bëhen ende më shumë evente tjera, sidomos tash muajin shkurt.
Unë u knaqa, të falenderoj shumë që ishe pjesë sot, e gjete kona edhe, ndave me neve pa ko, besoj që projektet maja po vinë për këtë vit. Kemi shumë projekte. Tani, nuk do t'i tregosh. Se ato reklama që janë pritje, por do të ketë projekte që lidhen sigurisht me manifestimet e shkurtit, që do t'i përfshin gjitha provincat, gjithë shqiptarët kudo që janë, por pastaj do të ketë edhe rreth sportit, po shpresojmë që shumë që edhe Kosova po lutemi zotit që edhe Shqipëria, dhe përfaqësuesit tona që të kualifikohen. Tash Morsi do të na tregoj dhe lutem zotit që ato që të na vinë që të dyja në Kanadë. Aja do t'i të shkeni mrekulli, megjithatë ne do të vazhdojmë me trunirin tradicional që tashmë konsullata bashkë me shoqata të organizojnë çdo vit dhe që ka lëviz prej Hamiltonit në Kishinev në London, këtij viti do të jetë në Toronto për shkak edhe të kampionatit botëror që do. Pastaj do të kemi edhe një event tjetër që për herë parë po bëj publik këtu te ju, do të jetë edhe ajo festivali i parë të quajmë ashtu i ushqimit dhe i kulturës shqiptare që do të bëhet në qendrën e Torontos, bashkë në Dundas Square. Edhe aty do të ketë një ditë e shqiptarëve dhe kjo do të ndodhë me datën 31 maj të këtij viti, që është pikërisht pak para kampionatit botëror dhe besoj që do të jemi të gjithë bashkë. Të përfshi shoqata, të përfshi bizneset, të përfshi artist, kulturën, të përfshi gjithë ata që një vetën shqiptarët që të na vinë na bashkohen në projekt. Aty është bashkëpunim edhe me ambasadën. Natyrisht që do të me shkëlqësinë e saj, Artemis Malo, me ambasadorin tonë të dashur. Me ambasadorin tonë, me ambasadorin tonë. Edhe ambasadori Adriatik Kryziu, ambasadorin Kosovës. Ata, por ne që jemi në Toronto na kanë dhënë punën më të madhe praktike, kështu që tani ne kemi obligim që të shkojmë përpara, por natyrisht që do të jetë me ta, por do të mundohemi që të kemi edhe nga vende tjera. Po janë të involvuar edhe shoqata tradicionale shumë. Tani kjo do ndodh pjesa teknike, normalisht që do të organizohet udhëheqje prej konsullatës përgjithshme, por involvimi do të jetë normalisht shoqatave, sepse kjo bëhet për komunitetin tonë. Shoqata tradicionale do të jenë pjesë e organizimit edhe e shtytjes përpara këtij projekti. Me 31 maj këtij viti, 2026, në Dundas Square. Po, tash quhet ajo Sanofa Square, por do të jetë aty ajo pjesa dhe kështu që do të bëhet një ditë shumë interesante. Në Dundas e Young. Po. Bravo. Do të tentojmë që ta bllokojmë, ndoshta edhe rrugën që të bëhet një paradë vogël e shqiptarëve, do të tentojmë, po do të jetë pjesa muzikës, sidomos e promovimit të kulturës, tash traditës edhe ushqimit të mrekullueshëm që kemi. Kjo është një lajm i mirë. Kadri, faleminderit shumë. Faleminderit edhe Petexhem, faleminderit po ashtu Pedvinit për gjithëve që keni kriju këtë mundësi që shqiptarët në Kanadë, sidomos Toronto, ta keni odë tyre, ta keni një vend ku shprehen, ta keni vend ku përqojnë edhe sukseset për cilën tyre, po në qofshin ato edhe kritikat edhe vërejtjet për neve si institucione, por edhe si persona dhe edhe si shqiptarë në përgjithësi. Kjo kam përcjell emisionet juaja dhe kam pa që ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm. Unë besoj në punën e juaj dhe ju dëshiroj shumë sukses në të ardhmen. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Bac, faleminderit, Bac.